Mirë se erdhët në këtë seksion ku do të zgjerojmë në një farë mënyrë atë që kemi mësuar për përqindjet, diçka që ka të bëjë me të, dhe kjo do të jetë raporti dhe proporcioni. Ju kujtohet se përqindja është krahasimi me numrin 100. Prandaj I kemi ato thysa në atë mënyrë. Tash do të zgjerohemi paksa dhe do të flasim për një shikim më të gjerë, dhe kjo është tema e raporteve. Le të marrim 2 lapsa dhe 5 goma. Pra, në njërën dorë kemi 2 lapsa dhe në tjetrën 5 goma. Pyetja është, cili është raporti I lapsave në krahasim me gomat? Le ta zbërthejmë këtë kuptim. Ju keni 2 lapsa dhe 5 goma. Cili është raporti I lapsave me goma? Këtë e shkruajmë kështu, 2.5. Çka nuk kupton kjo është se ju keni kaq lapsa dhe këtu është numri I gomave. Këtu nuk ka asgjë speciale. Ju vetëm vendosni këtë simbol në mes të numrave. 2 pika. Në thelb, kjo nuk kupton se kaq lapsa I korrespondojnë kaq gomave. Ky është kuptimi I raportit. Këtë mund ta shkruani edhe si thyes, që është mënyrë më e zakonshme e paraqitjes së raportit. 2 të 5-tat. Ky numër paraqet lapsat, kurse ky gomat. Çka do të thotë kjo është se për çdo 5 goma të cilat I gjejmë, të themi në fiok, unë mendoj se do të gjej 2 lapsa. Kjo është çka do të thotë raporti. Për çdo 5 goma, unë do të gjej 2 lapsa. Mirë. Nëse unë nxjerr nga fioka 10 goma, jo 5, por 10, po e dyfishoj numrin, sa lapsa do të pres ti nxjerr nga fioka? Pra, nëse nxjerr 5 goma dhe gjej 2 lapsa, atëherë nëse nxjerr 10 goma, unë pres të nxjerr 4 lapsa nga fioka. Sepse unë po dyfishoj gjithçka. Nëse nxjerr 2 fish goma nga fioka, pra 10, atëherë pres që të nxjerr 2 fishin e lapsave nga fioka, pra 4. Ky raport po na tregon se sa nga diçka që keni e krahasoni me diçka tjetër. E që në këtë rast kemi lapsa e goma. Mbani në mend, çdo thyes është një lloj I raportit. Është numri I sipërm krahasuar me numrin e poshtëm. Në këtë rast ne po flasim për lapsa e goma, por mund të jetë automobila dhe kamiona, molla portokaj. Këto mund të jenë çfarëdo dy gjëra të cilat ju I krahasoni. Le të marrim një shembull tjetër. Le të themi se kemi 2 gra dhe 10 burra. Cili është raporti I grave me burra? Kemi 2 gra në raport me 10 burra. 2 pjesëtuar me 10. 2.10. Këtu kemi 2 gra për çdo 10 burra. Ju mund ta shkruani këtë edhe kështu. 2 thye për 10 si thyes. Tash vëreni se kjo është thyes dhe ju e dini se thyesat mund të thjeshtohen. Ju vërtet mund të thjeshtoni raportet njëjtë si I thjeshtoni edhe thysat. Le të thjeshtojmë 2 thye për 10. Pjestojmë me 2 dhe fitojmë. 2 pjesëtuar me 2 është 1. Dhe 10 pjesëtuar me 2 është 5. Dhe fitojmë thyesën 1/5. Prandaj, kur t'ju jepet si detyrë se nëse keni 2 gra dhe 10 burra, cili është raporti, ju do të paraqisni raportin si thyes dhe do ta thjeshtoni atë. Prandaj do të thoni se raporti është 1/5 në mes të grave dhe burrave. Çka do të thotë kjo? Për çdo 2 gra gjenden 10 burra. Pra, për çdo 10 burra kemi 2 gra. Prandaj, nëse nga dhoma dalin 10 burra, unë pres që nga dhoma të dalin 2 gra. Kjo është e njëjta gjë si të dalin 5 burra dhe të presim të del nga dhoma 1 grua. Kjo është tërësisht e njëjta gjë. Ky është raporti. Ky është proporcioni. Kjo është proporcionale. Nga 5 burra pres të del 1 grua. Dhe po të vazhdoj këtë me dyfishën e numrit të parë, do të pres që nga 10 burra të dalin 2 gra nga dhoma. Dhe po që se 3 fishoj vlerën, 3 herë 5 bëjnë 15, dhe nga 15 burra që dalin nga dhoma, do të pres që 1 herë 3, që bëjnë 3, pra 3 gra të dalin nga dhoma.
e kështu me radhë. 1/5 është raporti bazik. Kjo është shprehje e raportit të një gjëje krahasuar me një gjë tjetër. Le të themi se kemi marrë një sport me molla në vetë shërbim. Ju keni 2 molla të mira për çdo 12 molla të nxjerra nga shporta. Pra, po të nxjerrim 12 molla nga shporta, 2 molla janë të mira. Pra, për çdo 12 molla të nxjerra, 2 janë të mira. Këtu kemi raport. 2 molla të mira për çdo 12 molla. Po ashtu, këtë mund ta shkruani si thyes, 2 thye për 12. Ne mund të thjeshtojmë këtë raport si gjithmonë e në këtë rast duke pjesëtuar me 2. 2 pjesëtuar me 2 është 1 dhe 12 pjesëtuar me 2 është 6. Fitojmë thyesën 1/6, që është versioni i thjeshtuar i raportit 2 të 12-tat. Këtë mund ta bëjmë edhe te raporti paraqitur 2 pjesëtuar me 12, ku kemi 1 pjesëtuar me 6. Prandaj, ky është rezultati bazik i raportit. Për çdo 6 molla të nxjerra, 1 është e mirë. Kjo është e njëjta gjë si kur kishim 2 të 12-tat, që tash e kemi reduktuar në 1 të 6. Pse është kjo e rëndësishme? Të themi se nëna vjen në shtëpi dhe ju tregon se raporti i mollave të mira me të këqija është 1/6. Nëse unë shkoj në shitore dhe marr 30 molla, sa molla do të kem të mira? Unë kam tashmë raportin e mollave të mira me të këqijat, që është 1/6. Dhe në shitore kam marrë 30 molla, të cilat i sjell në shtëpi. Sa molla të mira pres të kam? Nuk është aq e vështirë. Krejt çka duhet të bëjmë është të marrim 30 mollat dhe të shumëzojmë me raportin 1 thye për 6, që tregon 1 mollë të mirë për çdo 6 molla. E shprehim 30 në thye si 30 thye për 1, dhe kur të shumëzojmë me 1 të 6, do të kemi 30 herë 1 bëjnë 30 dhe 1 herë 6 bëjnë 6. Nga fitojmë 30 të 6-tat. Dhe po ta thjeshtojmë këtë, thjesht 30 pjesëtuar me 6 është 5. Pra, unë duhet të kem 5 molla të mira nga 30 mollat e blera. Për këtë raportet janë të rëndësishme. Dikush mund të gjejë raportin dhe të ju tregoj se mollat e mira në raport me ato të këqijat është 1/6. Dhe nëse ju merrni 30 molla, ju do të mund të kalkuloni se do të prisni të keni vetëm 5 molla të mira. Këtu unë mund të blej çfarë do numri të mollave, për shembull 250, dhe varësisht nga raporti i përcaktuar 1/6, do të gjej lehtë se sa molla pres të jenë të mira. Për këtë raportet janë të rëndësishme. Shembulli i fundit thotë se në një klasë ndodhen 20 nxënës dhe 2 nga 5 nxënësit kanë 5 shë. Sa nxënësa në klasë kanë 5 shë? Pra, kemi 20 nxënësa, 2 nga 5 kanë 5 shë. Duhet të gjej sa nxënësa kanë 5 shë. Raporti është 2 me 5. Le ta shkruajmë këtë raport në formë të thyesës. 2 thye për 5, që nënkupton se 2 nga 5 nxënësat e klasës kanë 5 shë. Sa studenta në klasë kanë 5 shë? Tash marrim numrin e nxënësave në klasë, që është 20, të cilën e shumëzojmë me raportin 2 thye për 5. 20 e paraqesim si thyes, 20 thye për 1, 20 herë 2 është 40, dhe 1 herë 5 është 5. Fitojmë thyesën 40 të 5-tat. 40 pjesëtuar me 5 bëjnë 8, nga themi se 8 nxënësa të klasës kanë 5 shë. Kjo ka kuptim sepse 2 nga 5 nxënësat kanë 5 shë. 20 nxënësa në total në klasë, 8 prej tyre kanë 5 shë. Pra, ja se ç'do të bëni, definoni raportin, do të dëgjoni detyrën si diçka nga diçka tjetër, si në këtë rast 2 nga 5. Shikoni a mund të thjeshtoni këtë raport. Në këtë rast, ju nuk mund të vazhdoni më tutje me thjeshtim, prandaj ky është raporti bazik. Pastaj merrni numrin e përgjithshëm, si në këtë rast numri i përgjithshëm i nxënësave në klasë, që është 20. Vazhdoni ta shumëzoni atë numër me raportin të shprehur në thyes, prej nga do të gjeni rezultatin përfundimtar.
kjo është e tëra për hyrje në raporte dhe si ato përdoren.